Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 7 shtetas, mes tyre 4 ish zyrtar të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Imarës, të akuzuar për ndërtim të palishëm dhe shpërdorim detyre. Sipas organit të akuzës, hetimet lidhen me ndërtimet e palishme në zonën e njohur si Kodra e Rapojve në Imar. Nga verifikimet ka rezultuar se të pandehurit gjatë ushtrimit të funksioneve publike kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, duke cënuar interesat e shtetit dhe subjekteve të tjera. 3 prej të pandehurve akuzohen për ndërtim të palishëm, ndërsa 4 ish zyrtar të IMT-s në Bashkinë Imar akuzohen për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se nuk kanë ushtruar detyrën sipas ligjit në lidhje me këto ndërtime. Nga hetimet mbi procedimin penal numër 704 të vitit 2021, që bëhet fjalë për ndërtimet e palishme në Kodrën e Rapojve, rezultoi se këta shtetas në ushtrim të funksionit të tyre publik kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, duke cënuar interesat e lishme të shtetit ose të subjekteve të tjera. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë dërgoi në gjyq shtetasit si më poshtë: MB, akuzuar për kryerjen e veprës penale ndërtimi i palishëm; BM, akuzuar për veprën penale ndërtimi i palishëm; SHT, akuzuar për veprën penale ndërtimi i palishëm; RH, më parë ka ushtruar detyrën e kryeinspektorit të IMT-s në Bashkinë Imar, akuzuar për kryerjen e veprës penale shpërdorimit të detyrës; MN, i padënuar më parë, që ka ushtruar detyrën e kryeinspektorit të IMT-s Bashkia e Imar, akuzuar për veprën penale shpërdorimit të detyrës; EZ, që ka ushtruar detyrën e inspektorit të IMT-s pranë Bashkisë Imar, akuzuar për kryerjen e veprës penale shpërdorimit të detyrës; dhe RK, që më parë ka ushtruar detyrën e inspektorit të IMT-s Bashkia e Imar, akuzuar për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës.